Ne nuk jemi Brazili, po ne dimë se pranoni në një gabim, pranoni në burr. Po ç'keni më gjuhë hollë kështu? Nuk humni pikë, po pranoni në një gjë më burr. Pranoni. Po një sekondë se s'ka marrë si përfaqësues i Partisë Socialiste unë këtu. Tash unë nuk besoj se ke parë në një Parti Socialiste që të jetë më kritik se sa unë për këtë pikë. Kam parë, por kam një kush është? Jo, për reformën drejtësie. Ai është për Partinë Socialiste edhe për Bashkinë Tiranë. Po, jo, nuk ka një qendrim. Por çfarë do të pyesë? Analiza ime është kjo që s'u vlen. Jo, nuk vlen në rast, nuk të lëm se na xhon kohë. Është analizë personale më. Po, te pjesa 2, se marrë. Te pjesa parë është më i fortë se je jurist përballë. Tani unë këtë e kam bërë në publike. Ka një dallim se kjo është tendencë për ta bërë prapë bashkë për mos e vënë gishtin plak ku duhet. Tani, nëse ne themi që reforma është problem për shkak legjislacionit, si mund ta thuash këtë kur ty të ka dështuar në dështim, ka dështuar në zbatim? Tani, nëse të ka dështuar në zbatim, ti herë du të shofish se ku ka dështuar dhe pastaj shikosh problemin që ka legjislacioni. Mu më rezulton që nuk po funksionojnë institucionet, jo legjislacioni, sepse nëse... Uj nga burimi deli pastër, për të rruat rrugës. Jo nuk e thashtë, nuk e thashtë. Më këtë po thua, po jo pra nuk po them këtë, po them, nuk është fare perfekt legjislacioni, por që unë të kuptoj që a duhet ndryshu legjislacioni, duhet zbatohet perfekt. Se nga ta di unë këtë ndryshoj, ai se zbaton. Pra, unë po t'jap një rast konkret. Po t'jap një rast konkret. Ilir Beqja është sot në gjyq me një nen, i cili është shkruar i Zezmit Bar që thot, fillohet një procedim penal vetëm kur revokohet vendimi i pushimit. E ka shkruar legjislatori. Zezmit Bar nuk e zbaton. Të lutem se më duhet fol tjetër gjë tash. Nuk e zbaton gjyqtari. Tani kush është problemi i ligjit? Pra ky është problemi i ligjit apo i zbatimit? Po kush ja dha këtë Kush ja dha këtë autoritet dhe kompetencë gjyqtarit që të mos e zbatoj ligjin? Në fakt, autoriteti zbatimit ligjit ka qenë që kur është bërë shteti. E ka pas këtë autoritet gjyqtari. Po pse bënin para ata? Pa Britani? Jo, dhe për para bënin që ç'kemë të. Dhe për para bënin që ç'kemë të. Ka qenë kështu patjetër, jam dakord. Por jam duke të thënë që unë të nesër të kthejmë në parlament dhe unë të di që cilin ligj ndryshoj, unë të di si është zbatuar është ndoshta s'është zbatuar fare. Pra bëhet një analizë e zbatimit. Po e bënë pra 10 vjet. Kjo është tjetër, këtu po bie dakord. Shefti ta bëj analizë deri atje. Këtu bie dakord. Patjetër që është bërë analizë. Po. Tani përfundoj ato që gjëja që do të thosha. Me që kishim rastin konkret Velie. Spaku vet na ka dhënë shembullin tjetër. Pra na ka krijuar një standard tjetër. Që ne prisim të zbaton të njëjtin standard si rasti i Velie. Pra, mënyra se si Spaku u soll me zonjën Balluku. Pra, në rastin Velie, e kapi për zverku, e çoi atje brenda dhe pastaj filloi historinë. Në rastin Balluku bëri të kundërtën, e mori të pandehur pa i vendosur mas sigurie. Kjo pranohet. Një minutë. Unë jam marri pandehur mas një viti e gjysmë, e isha në mas sigurie. Pra, u vetë isha mas sigurie dhe marrë mas një vite gjysëm, se këtë të bëjmë me standartin. Pra, për zonjën Balluku, dhe unë se kanë kuptuar, pse Spaku veproi kështu me zonjën Balluku. E mori në fillim të pandehur. Se veproi me zonjën Velie. Jo, e marrë këtë rast, se Velia në kronologjisht përpara. Pra, me zonjën Balluku, me zonjën Balluku, ai veproi në këtë formë. Fillimisht e mori të pandehur, pa mas sigurie, e lanë detyrë. Pritin e një muaj, e pa që s'lëvizi kjo zonja, i këputi ja 2 masa sigurie. Pra, në momenti që i futi 2 masa sigurie, reagoi kryeministri. Atëherë Spaku i futi një rëndim akuze. Ndërkohë Spaku mund të ndiqte rrugën që kishte ndjekur në rastet e mëparshme. Direkt të kuvendi, zonjën Balluku e çonte për mas sigurie dhe pastaj e vendoste gjykata, arrest shtëpie, arrest burgu, detyrim paraqitje, ishte gjykata. Po Spaku nuk bëri këtë gjë. Tani, mua më lind një pyetje, pse me këtë Velia i këta ndoqin këtë variantin, kape për zverku, çoj atje brenda, mbaje edhe në vëzhgime, përgjime, gjitha, dhe me zonjën Balluku ndoqin një standard tjetër, dhe ne kemi sot zonjën Balluku, se vërtet Erion Velia është kryetare bashkie, po është kokër të burgut. Dhe asëroj bashkisë nuk me të urdhër më nga Velia. Ndërkohë, zonja Balluku, edhe pse ju hoq, pra edhe pse nuk është më në detyrë, po është drejtuese e qarkut të dytë më të rëndësishëm në vend dhe është e mbështetur nga kryeministri.